4 nga minoritetet në Shqipëri, ai grek, vleh maqedonas dhe malazez, do të bojkotojnë procesin e censusit që nis të zbatohet në 1 tetor në të gjithë territorin e vendit. Vasil Bollano, përfaqësuesi i pakicës greke, deklaron se regjistrimi nuk ka për qëllim evidentimin real të pjesëtarëve të minoriteteve, por të kurrin e tyre statistikore në mënyrë artificiale. Ne, përfaqësuesit e minoriteteve etnike dhe atyre etnokulturore, u drejtohemi anëtarëve tanë që të mos përfshihen në një census që nuk i shërben zgjidhjes së problemeve aktuale, por shtimit dhe komplikimit të mëtejshëm të tyre. Bollano shton se ky proces nuk do të njihet pasi penalizon minoritetet në vend. Janë mbyllur të gjitha hapësirat. Ne që në dhjetor të vitit 2010 kemi kërkuar nëpërmjet dhe letrave që kemi këmbyrë me institucionet përkatëse, por nuk është bërë e mundur që të kontaktojmë dhe të konsultojmë në lidhje me shqetësimet që ne kemi ngritur për realizimin e këtij procesi me cilësi. Edhe pse për ata që nuk do të pranojnë të plotësojnë formularin janë parashikuar penalitete me gjoba deri në 100.000 lekë të reja, kreu i Omonjas thotë se po tjetërsohet parimi i vetë deklarimit të qytetarëve. Në fakt, për ligjin në fjalë që ka të bëjë me regjistrimin e popullsisë, pati dhe replika të forta në parlament mes kreut të PPD-njës Vangel Dule dhe ministrit të inovacionit Genc Pollo. Jo vetëm kaq, por reagim të fortë publik ka pasur edhe Aleanca Kuqezi, duke pretenduar se vetë deklarimi i fesë dhe etnisë është antiligjor dhe do të çojë në fryerje të shifrave për pakicat, sidomos ato greke. Censusi i popullsisë është numërimi të gjithë njerëzve, banesave dhe pronave brenda territorit të Shqipërisë në një kohë të caktuar, e cila është parashikuar të nisë nga data 1 deri në 28 tetor.